Ramazanit ka mundësi shumë për neve kemi qenë më të përkushtuar në ibadete. Kemi qenë më shumë të kujdesshëm që mos na ikin vaktët e namazeve për dikan. Se dikush na shasman që ka ik vakt. Po më të kujdesshëm që mos me tik vaktët e namazeve. Më të kujdesshëm që agjerimin me bot të mirë, të plot. Më të kujdesshëm që ndoshta edhe teravit dikujt mos me ik ka qenë më të kujdesshëm. Kështu që kemi qenë duke u përpiqur me qenë më afër Allahut Azza wa Jall gjatë muajit të Ramazanit. Mirë po. Disa prej njerëzve ju ndryshon gjendja e tyre pas Ramazanit. Pasi që të lirohen edhe armiqtë e njerëzve, e ata janë gjinë shejtanët, kur të lirohen ata të generalet e tyre që janë prangosur me zinxhir që mos t'i pengojnë njerëzit në ibadete, kur tash ata lirohen, tash i ashton dëshirën e epsheve më shumë, dëshirën për dunja më shumë, dhe personi i tillë ka mundësi fillan me uzbeh. Në ibadetet e tij me uzbeh, ndoshta ndonjëri Zotin arrujt edhe me ilan ibadetet krejt. Ndoshta namazin e tij ka fillu gjatë muajit të Ramazanit me fol. Ndërsa pas Ramazanit ai ndoshta e lën namazin krejt. Ose prej 5 vakteve e kthen në një vakt. E kështu më radhë. Mirë po, për këta njerëz i thuhet sikur ngjarja e kur vdiq pejgamberi jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kur vdiq njerëzit u habetën, vdiq. Omeri radiallahu anhu u mërzit, u piklu dhe sa që nuk e pranojke. Logjika e tij, mendja e tij s'ja pranojke që i dërguar i Zotit më dal për kësaj bote dhe mos më kthy më kur. Mirë po, thujke që me bo me thot dikush që ka vdek pejgamberi do t'ja prej dur dhe këmbë. Se pejgamberi jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam s'ka vdekur, por ai veç është shku tek Zoti, sikur që Musa alayhi salam kur pat shku në kodrën Turi Sina për me marrë Tevratin, u pat vonu 40 ditë. Edhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam veç është shku tek Allahu, ama ai s'ka vdek. Ato pari prandaj pas kësajna, ato pari kaloj njeriu më i ditur i këtij umeti pas pejgamberit e sam. Ai ishte Ebu Bekri. Edhe Ebu Bekri radiallahu anhu i tha Omerit, ma je vetëm pak Omer, ma je vetëm pak Omer. Edhe hypi në hutbën që ishte, edhe i tha, në mesin e fjalëve që i tha, Ayuhan nas, men kana ya'budu Muhammeda, fa inna Muhammeden kad mat. O ju njerëz, kush ka qenë ai njeri që e ka adhuru Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, Muhammed vdiq. Wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut. E kush është ai që ka adhuru Allahun? Allahu është gjallë dhe ai s'vdes kur. Allahu nuk vdes kur. Kësi thuhet këtyre njerëzve që kalojnë prej do njerëzve të mirë, të sjellshëm në ibadete, në adhurimin ndaj Allahut azza wa jall, e pas muajit të Ramazanit e lajnë krejt sikur tash mu Allah s'ush ka kërkon kurrë prej tyre, atyre ju thuhet o ju njerëz, nëse ke qenë duke e adhuru muajin si muaji ka shku. E nëse ke qenë duke e adhuru Allahun në këtë muaj të Ramazanit që ishte, Allahu është gjallë, ai nuk vdes kur, ai pret prej teje ibadetet e tij me i qun vend. Për ajo çka prej neve kërkohet të jemi të vazhdueshëm në ibadet. E mos të jemi sezonal. Të mos jemi që bëjmë ibadet në një kohë e një kohë tjetër ju. Ose të bëjmë në një muaj, në muajin tjetër ju. Ose veç ditën natën ju, ose veç natën ditën ju. Po të jemi të vazhdueshëm në ibadet. Kështu kërkon ky dini i jon, edhe ajo prej synimeve të muajit të Ramazanit ka qenë si një vend ku muslimanët i mbushin bataritë e tyre të imanit e tyre, zemrat e tyre i mbushin me forcë të imanit, që gjatë tërë vitit të Ramazanit me pas mundësi me adhuru Allahun më lehtë.